Dhe më tha, do ta bësh Barnin sikur po i flet mbesës. Se e dite që unë mbesën e kisha sikur po i flet mbesës. Lëri i thash se e kapa. Juli, desha me të pyet, si ka nis dublimet për ty? Dublimi ka nis, unë në fillim punoja me postet e audiove. Edhe në fillim e kam nis me kështu gjëra të vogla, personazhe episodik që ndërhynim të gjithë ne kur ishte një gjë për të mbyllur një kështu. Pastaj erdhën dublimet. Më kujtohet për shembull hera e parë që bëi fjalë për Barnin. Ishin zgjedhur disa që kush mund ta bënte, pasi kishte edhe punën e këngës. Dhe okay, më thanë që do e bësh ti. Mbaj mend sa ka pas lindur Mbesa, ishte e vogël dhe vjen regjisoria sepse Barni ishte një personazh shumë i dashur, shumë më qeshte dhe para se ta nisja më vjen regjisoria dhe më thotë shiko, të thot 2-3 gjëra mbi rolin, dhe më tha, do ta bësh Barnin sikur po i flet mbesës. Se e dite që unë mbesën e kisha sikur po i flet mbesës. Lëri i thash se